Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju zë shpesh ngërçi në këmbë, mjeku zbulon të vërtetën se çfarë tregon për shëndetin. Ngërçi i muskujve është një tkurrje e papritur dhe e pavullnetshme e muskujve në trup. Nëse jeni zgjuar ndonjëherë gjatë natës ose gjatë ecjes nga ngërçi, ju e dini mirë që shtrëngimet shkaktojnë dhimbje të forta. Periudhat e gjata të ushtrimit ose një kohësisht të punës fizike, veçanërisht në motë të nxehtë, munden që të çojnë në shfaqjen e ngërçit në muskuj, por ka edhe disa ilaçe dhe probleme shëndetësore të cilat mund të shkaktojnë ngërç të muskujve. Shumica e rasteve të ngërçit ndodhin në muskujt e këmbëve, veçanërisht në zonën e kofshës. Përveç dhimbjes së papritur dhe të mprehtë, mund të ndjeni ose të shihni edhe një gung të fortë të indeve të muskujve në lëkurën tuaj. Shkaqet për këtë janë përdorimi i tepruar i muskujve, etja, tendosja e muskujve ose thjesht mbajtja e një pozicioni për një periudhë të zgjatur e cila mundet që të shkaktojë ngërç muskulor. Megjithatë, në shumë raste shkaku nuk dihet. Dhimbjet e muskujve mund të jenë të lidhura me probleme mjekësore themelore të tilla si furnizimi i pamjaftueshëm me gjak, shtrëngimi i arterieve që çon gjak në këmbët tuaja mund të prodhojë raste të ngërçit, shtypja e fijeve nervore, shtypja e nervave në shtyllën kurrizore, stenoza e mesit gjithashtu mundet që të prodhojë dhimbje të ngërçit në këmbët tuaja. Dhimbja zakonisht përkeqësohet sa më gjatë që ju të ecni. Duke ecur në një pozicion paksa të përkulur, siç bëni kur shtyni një karrocë para jush, mund të përmirësojë dhe të ulë dhimbjen. Pamjaftueshmëria e mineraleve në organizëm. Gjithashtu, mungesa e mineraleve jetësore si kalium, kalcium ose magnez gjithashtu ndihmon në shfaqjen e ngërçit. Në disa raste, mjekimet farmaceutike për presionin e lartë të gjakut gjithashtu e zbrazin organizmin nga këto minerale. Faktorët e rrezikut të cilët rrisin rrezikun e ngërçeve të muskujve përfshijnë moshën. Njerëzit e moshuar humbasin masën e muskujve, kështu që muskujt e mbetur mund të kontraktohen më lehtë. Dehidratimi. Persona të cilët lodhen dhe humbasin ujë shpesh hasin në dhimbje të muskujve. Shtatzania. Dhimbjet e muskujve gjithashtu janë të zakonshme gjatë shtatzanisë. Problemet mjekësore me shëndetin. Ju mundet që të jeni në një rrezik më të lartë të ngërçeve të muskujve në qoftë se keni probleme me diabetin, nervat, mëlçinë ose çrregullime tiroide. Këto hapa ndihmojnë në parandalimin e ngërçeve. Shmangni dehidratimin. Pini shumë lëngje çdo ditë. Sasia e ujit varet nga ajo që hani, gjinia, niveli i aktivitetit tuaj, moti, mosha dhe mjekimet që merrni. Shtrini muskujt tuaj. Bëni ngrohjen fizike para dhe pas përdorimit të ndonjë muskuli për një periudhë të zgjatur. Nëse keni tendencën të keni dhimbje në këmbë gjatë natës, ushtroni pak muskujt e gjymtyrëve para gjumit. Ushtrimi i lehtë, siç është hipur në një biçikletë stacionare për disa minuta para gjumit, gjithashtu mund të ndihmojë në parandalimin e dhimbjeve gjatë gjumit. Kur duhet patjetër të vizitoheni tek mjeku? Ngërçet e muskujve zakonisht zhduken vetvetiu, por ndonjëherë janë serioze sa duhet për të kërkuar ndihmë mjekësore. Kur ngërçet shkaktojnë këto probleme, duhet të paraqiteni tek mjeku. Shkaktojnë dhimbje të rënda, janë të lidhura me ëndje të këmbëve, skuqe ose ndryshime të lëkurës, janë të lidhura me dobësi të muskujve. Ndodhin shumë shpesh dhe ngërçi që shkaktohet nga disa ilaçe dhe medikamente. Ngërçi njihet si efekt ansor kur përdoren ilaçe të caktuara për probleme të tjera të shëndetit. Ato shfaqen me nifedipin të përdorura për shtrëngime krahërori, tension të lartë të gjakut dhe kushte të tjera.
Ngërçet shfaqen edhe prej disa ilaçeve të astmës. Disa ilaçe që përdoren për të ulur kolesterolin gjithashtu mund të çojnë në ngërçe. Sipas ekspertëve të ndryshëm, ngërçi është një problem i cili prek një numër të madh të njerëzve dhe nëse do duhet ta përmbledhnit përvojën e ngërçeve të këmbëve, me një fjalë, fjala torturë do të ishte më e përshtatshme. Ngërçet e këmbëve shkaktojnë dhimbje ose shqetësim të papritur dhe të fortë. Shpesh, arsyeja e këtyre ngërçeve është e panjohur. Megjithatë, shkaqe të tjera të dhimbjeve ne mund të përfshijmë dehidratimin, ngërçet në këmbë dhe lodhjen muskulore. Këto dhimbje mund të ndodhin edhe si efekt ansor i disa ilaçeve ose mund të jenë shenjë e ndonjë problemi shëndetësor serioz. Por lajmi i mirë është se ngërçet në këmbë zakonisht janë të përkohshme dhe zhduken brenda sekondave ose minutave. Në qoftë se doni të lehtësoni shqetësimin dhe t'i ndaloni ngërçet menjëherë, këto këshilla mund t'ju ndihmojnë. Për shumë njerëz ngritja dhe lëvizja është mënyra më e mirë për të lehtësuar këtë dhimbje menjëherë. Një ose dy hapa do t'ju ndihmojë të përdorni muskujt në pjesën e përparme të këmbës, gjë që mund të ndihmojë në uljen e dhimbjes. Aplikoni nxehtësi, pastaj akull. Nxehtësia ndihmon në lirimin e muskujve të tendosur. Mund të përdorni një peshqir të ngrohtë ose një jastëk ngrohës për këtë. Nxehtësia rrit rrjedhjen e gjakut në atë zonë, gjë e cila sjell më shumë oksigjen dhe lëndë ushqyese në muskujt e tendosur, gjë që i ndihmon ata të relaksohen. Akullin nuk ndihmon vërtet me ngërçet, por pas një ngërçi mund të ndjeni dhimbje në muskuj, kështu që vendosja e akullit në atë zonë mund t'ju ndihmojë në lehtësimin e disa shqetësimeve. Merrni qetësues kundër dhimbjeve. Nëse keni probleme me këmbën, marrja e qetësuesve kundër dhimbjeve nuk do ta lehtësojë dhimbjen, por jashtëqitja mund të irritojë muskujt duke shkaktuar dhimbje dhe shqetësim të vazhdueshëm. Këtu mund t'ju ndihmojnë qetësuesit kundër dhimbjeve. Qëndroni gjithmonë të hidratuar. Nëse dhimbjet tuaja të barkut shkaktohen shpesh nga dehidratimi, pirja e ujit ose një pije sportive me elektrolite mund të ndihmojë. Kjo gjithashtu mund të ndihmojë edhe në parandalimin e dhimbjeve të mëtejshme të barkut. Hani një banane. Çekuilibrat e elektroliteve mund të shkaktojnë dhimbje muskulore. Nëse ky është shkaku, ngrënia e një bananeje mund të ndihmojë në rritjen e niveleve të kaliumit. Kjo është një masë parandaluese nëse nivelet e kaliumit janë të ulta. Por keni kujdes, sepse ngrënia e një bananeje nuk do ta parandalojë menjëherë një dhimbje muskulore nëse jeni duke përjetuar një dhimbje të tillë. Gjithashtu shpeshherë mund të keni dhe ngërçin e gishtave të këmbës, e cila ndodh për shkak të mungesës së mineraleve si kaliumi, kalciumi dhe magnezi, por edhe dehidratimi. Kur njeriu kryen një aktivitet fizik, ai nxjerr mineralet nga trupi nëpërmjet djersës dhe mungesa e tyre shkakton kontraktime muskulare. Këpucët e ngushta gjithashtu pengojnë qarkullimin e lirshëm të gjakut në zonën e këmbëve. Nëse gishtat ju mpihen ose nuk i lëvizni dot kur mbani veshur këpucët, atëherë ato janë tepër të ngushta dhe nuk duhet i vishni. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.
Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.